Gjendet magazina me qindra koli fishek zjarresh në Tiranë arrestohet 24 vjeçari. Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar Fireworks duke goditur një rast të shitjes së palishme të fishek zjarreve në kryeqytet. Gjatë kontrollit të ushtruar në një magazin në rrugën Besim Fagu, shërbimet e komisariatit numër 4 sekuestruan qindra koli me mira fishek zjarre të llojeve të ndryshme dhe arrestuan në flagrancë pronarin, një 24 vjeçar që i mbante me qëllim tregtimin. Njoftimi. Finalizohet operacioni policor për ndalimin e përdorimit të lëndëve piroteknike në kundërshtim me rregullat dhe me kriteret. Konstatohet një magazin në rrugën Besim Fagu ku mbaj një sasi e madhe fishek zjarresh me qëllim shitjen e tyre, vjet në pranga pronari i magazinës. Sekuestrojnë qindra fishek zjarre të modeleve të ndryshme të paketuara në koli. Si rezultat i 40 kontrolleve intensive të kryera nga strukturat e DVP Tiranë në zbatim të planit masave me objekt, kontrollet e subjekteve që shesin në mënyrë të palishme lëndë piroteknike fishek zjarre nga ana e shërbimeve të policisë, komisariatit numër 4 është konstatuar një magazin në një garazh në rrugën Besim Fagu Tiranë, ku mbaheshin qindra koli me fishek zjarre me qëllim shitjen e tyre. Si rezultati i ndërprerjes së menjëhershme të shërbimeve të policisë në këtë ambient, është kapur në flagrancë dhe arrestuar pronari i shteta SIK 24 vjeç. Gjatë kontrollit në magazin, shërbimet e komisariatit të policisë numër 4 gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale qindra koli me mira fishek zjarre të modeleve dhe masive të ndryshme. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Policia e Tiranës apelon për të gjithë qytetarët që të mos përdorin lëndë piroteknike në kundërshtim me rregullat dhe kriteret e përcaktuara në aktet në fuqi, pasi do të ndëshkohen konform ligjit. Kontrollet do të vijojnë pa ndërprerje.